po nis pak me protestën, edhe pse është arsyeshme edhe drejt kjo protestë edhe domosdoshme. Mos ta kujtohet normal verës e kena bënë një ciklit të emisioneve, edhe në një prej sekuencave të atij ciklit u koni deklaratën Nazim Bllacës. Edhe thëjke lëshohna me eshna të qenit, nuk e din dhe ke kërkusha janë qenit atë njerit. Qëto deklarata që tisoj, i kena dëgju në gjykatë speciale prej dëshmitarëve të prokurorisë në 90% të rasteve. Tash, arsyeja pse është e domosdoshme kjo protestë. Folshin për magjit zezë që i ka bu UÇK-ja. Le për magjit zezë, ke një ato që folke për atë mzatin në Kaçanik, që ja kanë marrë një mzat në Kaçanik, edhe u ankojke në gjykatë, para trupit gjykuesve, para prokurorit, që ja këshin marrë një mzat. Për dëshmitarëve kryesorë. Agimi. Në ndërkohë, ai çdo dytë ndet shkruan. Në ndërkohë në çat proces e dëgjojshin të njëjtën deklaratë, edhe prokurori edhe gjyqtari, kush seansi thëjke. Ai u ankojke për një mzat, në ndërkohë të akuzuar të aty ishin për krime lufte. Për krime lufte, krime kundër njerëzimit, deri në ato që përmendi lirimi në atë nenën 36-7, cili është lirim 35, ndërmarrje e përbashkët kriminale. Pse është e domosdoshme kjo protestë? Është shumë e thjeshtë. Në Hagë duhet ta dim krejt ne që to e ketë ata në Shqipëni, shqiptarët e Shqipënisë, të Maqedonisë, të Malit Zi, bota mbar, që aty nuk po gjykohet kërkush si individ, as në përgjegjësi individuale. Është komplet jashtë një rregulli të vetë ligjit që është miratuar në Kuvendin e Kosovës, që thëtë përgjegjësia penale individuale është në ligj i cilin e ka miratuar Kuvendi i Kosovës, që aty nuk po gjykohet kërkush individualisht, që aty është të gjyku krejt infrastruktura e ushtrisë lirimtare të Kosovës, prej shtabit përgjithshëm deri te ai ushtari i fundit që ka mujt me qenë në cilën do zonë. Pra, që aty në krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, po ju thojnë ju jeni përgjegjës edhe për atë mzatin e atij agimit Kaçanikut. Edhe për shtabin ti e përgjegjës, shtabi i përgjithshëm atje, edhe ti zoti Aliti, që je kanë shtab përgjithshëm, edhe ti je përgjegjës për çat mzatin e atina, se u dash me ditë që shto po thojnë. Po thonë që u dash ti me ditë që atina ja kanë marrë mzatin. Tash kjo, më falni, unë kom përcjell shumë gjykime. Zoti Ibrahima i ka qenë vetë pjesë këtyre gjykimeve. Unë kom përcjell shumë gjykime. Gjykim në çdo standard. Prova në çdo standard. Besomni, normal nuk kom përcjell çdo këtë rastet e Uleksit. Besomni që shumë më serioz janë kanë. Shumë më serioz janë kanë çto do gjyqtarët e Uleksit që gjykojnë rastet e mëdha, se sa që ta dëshmitar e që kjo gjykat që po gjykon sot në Hagë krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Tash, e tha lirimin i gjo, se më ka pengu shumë që kjo zhurma, pse po bëhet protesta në Tiranë, pse një reagim politik nej, një anej. Falni. Është ma thjeshtë që ka që s'ka. Ushtria lirimtare e Kosovës nuk është bre Kosovës. Nëse kur gjo, hen këshire listën e dëshmorëve që janë prej Shqipërisë, të ushtrisë lirimtare të Kosovës, hen këshire që atë listë kush do që ka dilema. Këshire është mundet me u gjetë, është listë e vetë e dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të cilët janë prej Shqipënisë, hen këshire listën e veteranëve, hen këshire listën e antarëve të shtabit përgjithshëm të UÇK-s, të cilët në një farë forme konsiderohen si goxha një farë truri që ja kanë dhënë ushtrisë lirimtare të Kosovës.